4 muaj pas ngjarjes së rënë në Manës të Durrësit, ku mbetën të vrarë 2 persona, Gzi Mallçi është vetërzuar në drejtorinë vendore të policisë Durrës. Ngjarja e rënë ndodhi në 22 tetor të vitit kaluar në ambientet e jashtme të një lokali përballë stacionit policor në Manës, ku mbetën të vrarë Flori Paluçi, 33 vjeç, dhe Aranit Kurti, 23 vjeç. Sipas hetimeve, konflikti nisi brenda lokalit, ku Aranit Kurti kërkoi pas mesnatë të shërbejej me kafe nga kamarieri Alteo Pepa, i cili tha se shërbimi nuk ishte në dispozicion për shkak të orës së vonë. Debati u përshkallëzua kur Florian Paluçi, klienti i lokalit, ndërhyri për të mbrojtur kamariederin dhe u drejtua 2 personave të tjerë që të silleshin mirë me Alteo Pepën. Përplasja u zhvendos jashtë lokalit në ambientet e karburantit përballë tij. Atje Paluçi qelloi me armë ndaj Aranit Kurtit, i cili ndroi jetë në vend. Sipas kamerave të sigurisë, Daniel Pepa, shoku i Aranitit, mori armën nga automjeti dhe qelloi në drejtim të Florian Paluçit para se të largohej nga vendi i ngjarjes. Pas disa muajsh në Arati, Gzi Mallçi, pjesëmarrës në ngjarje, është vetërzuar në nëntor të 2025-s, duke dorëzuar edhe armën që kishte pasur me vete ditën e ngjarjes. Gjykata e shkallës së parë në Durrës kishte caktuar ndaj Allçit masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, dhe për kraje autorit të krimit. Hetimet vazhdojnë për të dokumentuar të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar të gjitha përgjegjësitë ligjore të përfshirëve.